Edhe pse rryma ishte përgjegjësi e klubit, komuna e Lipjanit vendosi t'ja paguaj një pjesë të borxhit KF Ulpjanës me paratë të qytetarëve. Sipas marrëveshjes së nënshkruar në vitin 2018, skuadra që e ka në shfrytëzim stadiumin Sami Kelmendi obligohet t'i paguaj vetë të gjitha shpenzimet operative, përfshirë energjinë elektrike. Por në tetor të vitit 2025, kryetari i komunës Imre Ahmeti mori vendim që nga orka komunale të paguheshin 7.000 euro për një pjesë të borxhit të energjisë elektrike, ndërsa borxhi në total kishte arritur në afro 20.000 euro. Arsyetimi ishte se klubi po përballoj me vështirësi financiare dhe nuk po arrinte t'i kryente obligimet e veta. A keni lodhur ndonjëherë tjetër bërsh për ta, a kjo ka qenë era vetme? Jo, era vetme ka qenë për shkak se e kanë lëpu të keci rrymën, edhe në është dosh për shkak se kemi qenë ekipe që kanë jashtë marrëveshjes. Megjithatë, sipas auditorit, kjo nuk e arsyeton pagesën, pasi kontrata e përcakton qartë se këto shpenzime nuk i takojnë komunës. Sipas tij, kjo pagesë e ka dëmtuar buxhetin e komunës, pasi janë shpenzuar para publike për një obligim që duhej ta paguante vetë klubi. Auditori paralajmëron se vendime të tilla mund të hapin rrugë që komuna të marrë përsipër edhe borxhe të tjera që nuk i takojnë. Shënjestër.net